Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vazhdojmë inshallah me dersin e radhës. Në dersin e fundit kemi folë për disa pengesa që njeriu i ka gjatë rrugës, edhe pse e ka vendos edhe është orientuar drejt besimit, drejt imanit, drejt njohjes së Allahut, drejt përkushtimit në fe, drejt zbatimit të urdhrave të Allahut, drejt pasimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rrugë nuk është, kemi thënë që nuk është rrugë me lule, por ka pengesa të ndryshme dhe kena përmend disa prej pengesave. Në këtë ders po kam qef bashkërisht me trajtu çysh na ndihmon tash besimi edhe njohja që e bëjmë për Allahun, pra vedia jon që e ngrejmë për njohjen e Allahut, për njohjen e festit, njohjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njohjen e botës tjetër, edhe ky besim çysh na ndihmon neve edhe cilat janë ato karakteristika kryesore që duhet me pajis karakterin ton apo personalitetin ton. Pra një musliman I cili është musliman për një me, I vetëdijshëm, do të pas një karakter të qëndrueshëm, edhe këtë qëndrueshmërinë në karakter e fiton përmes parimeve të besimit. Pra, besimi I vërtet nuk është diçka që qëndron vetëm në zemër apo në fjalë, por është diçka që duhet të shndruhet edhe në karakter. Pra, një prej qëllimeve kryesore të fesë islame është edhe formësimi I personalitetit të lartë të një muslimani. Edhe këto e gjejmë shembuj të panumërt tek njerëz më fetar dhe më të devotshëm. Pra, nëse ja nisim prej pejgamberëve, shohim që janë kon njerëz me karakter tepër të qëndrueshëm, janë kon të durueshëm kur janë sprovu, janë kon të ndershëm në të gjitha rrethonat edhe nuk janë tund për kurfar trysnie me cilën janë ballafaqur. Pra, kena pas prej pejgamberëve që janë vrarë, kena pas prej pejgamberëve që janë josh me pasuri, kena pas prej pejgamberëve që janë josh me gra, mirëpo në asnjëherë nuk kanë ra prej e sprovave apo trysnive të ndryshme, gjithmonë janë kon të qëndrueshëm në karakterin e tyre. Janë disa, mi thon, nëntitujt brenda karakterit të një muslimani, cilët e shënjojnë pak a shumë hartën e karakterit tij. Pra, do të më këshur çto pika, mi përforcu fort përmes parimeve të besimit, pra përmes njohjes së Allahut, përmes njohjes fesë tij, përmes besimit në botën tjetër, përmes njohjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe përmes njohjes historisë në tërësi të Islamit, në mënyrë që mi bë ballë gjithçka që I del përpara. Pra, në dersën e kaluar inshallah jena vedisu, po edhe para kësaj besoj që shkon në ndërdijen tonë apo në vetdijen tonë që njeriu pra nuk e ka lehtë në këtë botë, nuk është që është gjithçka e ka mirë, nuk ka kurfar sprove, nuk ka kurfar problemi, për ndryshe një jetë pas sprova, pa probleme, ku gjithçka është mirë, është jeta në xhenet, nuk është jetë në këtë botë. Këtë botë është sprova. Gjërat që ndihmojnë besimtarin të kalu këto sprova është karakteri I fortë. Ky karakteri I fortë pikë pari përbohet prej durimit apo prej sabrit. Pra, durimi apo sabri është forca e qetësisë shpirtërore. Një njeri I cili ka sabër, qetësia e tij është e përhershme pa marrë parasysh rrethonave apo përplasjeve me të cilat e përplas jeta, pa marrë parasysh në çfarë situati je, në çfarë rrethani je. Nëse Allahu ta ka dhënë sabrin, pra e ke sabrin, e ke durimin. E që kjo dhënia e sabrit, përveç që është begati dhe nimet për Allahut të Madhënëm, është diçka që fitohet duke mësuar për fenë e Allahut të Madhënëm. Kurani jo më kohë të përmend sabrin 90 herë në gjatë ajete, pra përmendet sabri apo durimi 90 herë. Më koni durueshëm, domethënë me pas forcën me e përmbajt veten. Pra një për kufizime më të bukura që e kam lexuar për sabrin, çka është sabri? Sabri është fuqia apo forca jote që me e përmbajt. Me e përmbajt qysh kur je I hidhëruar, me e përmbajt që mos me bë çka të çon hidhërimi me bë. Kur je I dëshpëruar, me e përmbajt veten, mos me bë çka të çon dëshpërimi me bë. Kur je edhe I gëzuar, dhe gëzimi do të më pas sabër, mos më shku edhe mu hallashtisë, mu tranu, domethënë pe gëzimit, mirë po me e përmbajt veten. Pra, çka forcë për me e përmbajt veten, mos me vepru me impuls, domethënë mos me vepru në afekt, është sabri, nëse e themi me pak fjalë. Allahu I Madhënëm kur flet për sabrin, na tregon edhe mënyrën çysh me e fitu sabrin. Thotë ja ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. O besimtarët, kërkoni ndihmë për veten tuaj ndërmjet durimit dhe namazit, në të vërtetë Allahu është me të duruarit. Pra kjo jetë na tregon se durimi nuk është diçka pasivitet. Pra është aktivizëm, është aktivitet. Se shumë herë njerëzit që kuptojnë kur themi bën sabër, domethënë ata e nin, na I themi bën sabër, ndërkohë që ata e nin mos bën kurrë. Ri. Nuk është kjo.
Domethënë sabri është kënaqësia që ti ke me caktimin e Allahut, me e din që ajo që ka ndodhur është me caktimin e Allahut mëndhum. Gjithashtu është gatishmëria jote apo vedia jote apo insistimi yt që më drejtu Allahut me kërkim të ndihmës, e këto duke bë me lutje, duke tregu durim, duke thënë elhamdulillah për rrethana të cilat gjendem edhe nëse ato nuk janë të favorshme, po duke shpreh falënderim edhe në Allahut mëndhum, e në veçanti duke bë adhurime, e kulmi këtu në adhurimeve është namazi. Prandaj besimtari në çfarëdo rrethana që është, më njëherë drejtohet Allahut dhe thotë o Allah ose o Zot, më jep forcë edhe më shpërblet për durimin. Për më shpërblim për durimin, domethënë është diçka që e ka garantuar Allahu mëndhum, e ka garantuar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah është ai që i don durimtarët, edhe Allah është ai i cili i shpërblen durimtarët, e këtë e gjejmë në tekstet e shumta, qoftë tek fjalët e Allahut mëndhum, qoftë tek fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo gjendje e zemrës, ku e cila domethënë gjen ngushëllimin tek besimin në Allahun e mëndhum, për shkak të besimit në Allahun e mëndhum, automatikisht ka kapacitet për më ringrit, pa më parasysh sa aron duke goditja. Pra, aftësia jote për më ringrit pas ndonjë goditje që i ke pas, qoftë Allahu na ruaj, gjithë provohemi me vdekjet familjarëve, qoftë me humbje të pasurisë, qoftë me dëshpërim për mos arritjen e suksesit caktuar. Njeri i duruar, sabërli, pra, e që thamë është rezultati i njohjes Zotit, edhe pranimit të kaderit, caktimit të Allahut mëndhum, është ai i cili në këto momente nuk ndalet, edhe nuk është pasiv, po aktivizohet për me lyp mëshirën e Allahut, ndihmën e Allahut me ka përcy sfidën në të cilën gjendet. Për shembull Ejubi alayhis salam, nëse kthehemi në histori, është prej simbolit të një njeriu të sprovuar. Allahu e ka sprovuar në pasuri, e ka sprovuar në familje. Mirë, po çka u kon ky qasja apo qëndrimi i Davudit, u kon qasja falënderuese ndaj Allahut mëndhum edhe në sprova. Domethënë prej fjalëve të tij është Zoti më ka sprovuar, ai është mëshirëploti. Ha? Domethënë nuk ka thënë Zoti më ka sprovuar, ai është fuqiploti, po ka thënë mëshirëploti. Pra sprovën e ka perceptuar si mëshirë prej Zotit, e jo si ngushtim, sepse Allahu për shëdim i don njerëzit, i don robërit e tij më shumë se sa nëna që humb fëmin për cilin e kërkon, e kur të gjen çat dashuri që e kanë çat moment për fëmin e saj, Allahu e don më shumë, pra i don më shumë robërit, inshallah edhe na prej dashurve të Allahut mëndhum. Ose i kthemi historisë Jakubit alayhis salam. E dim çka i ka ndodhur Jakubit alayhis salam me Jusufin. Domethënë i cili i humb për shumë vjet. Domethënë sprova u kanë e shumë fisht. Se Jakubi alayhis salam ja u ka dhënë fëmijëve të tij, djemve të tjerë, Jusufin besim, bes. Ata janë ardhe kanë rrejt, e ka di që janë të rrejt. Domethënë, e ka di që janë të rrejt, se reagimi i tij na tregon në kontekstin koranor, na tregon që ai e ka di që janë të rrejt. Mas një kohë, pastaj edhe djali tjetër, Benjamini i shkon Jakubit alayhis salam. Gjatë gjithë kësaj kohe Jakubi alayhis salam u kon i durueshëm edhe falënderues ndaj Allahut mëndhum. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeri që me gjuhën tonë i djegun prej sprovave. Ai dim që derisa u kon gjallë, domethënë krejt fëmijët i kanë vdekur përveç Fatimes. Madje kur i ka vdekur Ibrahimi alayhis salam është mërzit shumë. Ibrahimi jo alayhis salam, po Ibrahimi Allahu që vetë kënaqur me to, domethënë djali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka vdekur edhe kur e ka varros ka thënë unë s'mund më përmbajt, edhe syt normal që lëshojnë lot. Edhe zemra normal që mërzitet, a mund të më thon diçka që e hidhroi Allahun e mëdhëm. Prandaj, pra besimtari duhet me aspiru edhe me njoh si vlerë durimin. Kur e din që është vlerë durimi, e nuk është çuçardhak, nuk është mangësi, pra nuk është keq me kon sabërli, nuk është keq me kon i duruar, atëherë edhe i kthyer mënyra qysh me përfitu. E para, domethënë njeriu duhet me mësu veten që gjithmonë sa herë përballet me diçka me thon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Çfarë do sprovë që është, qoftë e madhe, qoftë e vogël. Dhe të cent me të hub, të kanë dhimbë thuj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mësohu, domethënë mësoje veten, trajnoje veten që gjithë secilën situatë. Pe provimit s'ke dalë mirë, thuj inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na jemi tek Allahut, edhe tek Allahu kena më kthy. Pra, kjo duhet më kanë majet gjuhës besimtarit sa herë që goditet me një sprovë. E çush me ndërtu
këtë besimin e durimit, me thënë, apo qysh me arrit durimin, dietarët i kanë përmend 3 shkaqet kryesore me cilat arrihet durimi, ama duhet me ditë që durimi është një diçka që ti nuk është si një akt e kryen një herë dhe u bëhen tashmë gjithmonë me i durum. Po është proces që ti vazhdimisht duhesh me ushqyer dhe me rujt këtë tipar apo këtë pjesë brenda karakterit tonë. E para thënë që është besimin në kaderin apo caktimin e Allahut më të madh. Pra duhet me ditë që gjithçka që ka ndodhur me mbas të caktimit të Allahut më të madh. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që të ka godit nuk ka mujt mos me të godit, edhe sikur të kisha marrë çfarë do arsye tjera, çfarë do shkaqe tjera. Edhe të kisha vepruar çysh do ndryshe që është të ka godit, ka pas me të godit. Edhe çdo që nuk e ke arrit apo nuk të ka godit, nuk i ke fitu, nuk i pas mundësi me fitu asnjëherë, prandaj në këtë formë ti ke rahati dhe qetësi, sepse e din që ajo që kanë pas me ndodh ka ndodhur. Nuk mundesh më kthy mbrapa, më thon ti kisha bëu ashtu, ti kisha bëu ashtu. Mos më nxjerr mësime, çysh më vepruan në të ardhmen. Mirë, po jo për një rast konkret. Shumë për njerëz të cilët për shembull kanë pas aksident trafiku, e di që thonë ti kisha vepruar ashtu, ndoshta s'kishte ndodhur. Ti kisha frenuar pak më herët, ti kisha shkuar pak më djathtë, ti kisha shkuar pak më majtës. Këto janë krejt domethënë muhabete të cilat njeriu mundet më i thon, mirë, po nuk është qëndron diçka. Ndërkohë nëse thotë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, shpërblet prej kësaj. E dyta është pikërisht kjo, pra shpresat e premtimit i Allahut. Thotë Allahu i madhëm në Kur'an, wa bashiris sabirin, jepi lajmin e mirë besimtarëve, durimtarëve. Wa bashiris sabirin. Pra, një dikush i cili është i goditur me një sprovë, edhe din që mundet me shfrytzu që të sprovë për me ngrit veten, pse mos me shfrytzu? Kjo ty të inkurajon që me pas durim. Pra, të ka godit diçka, tham Allahu na ruaj nga aksident. Çka do qoftë, edhe ti e ke shansin, duke u tregu i duruar, me fitu shpërblim tek Allahu më. Që kjo vetdije jote, nëse e kap me një herë në sekond, transmetohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i vdes një nënë, një fëmijë, shkon edhe i thot bëno e duruar. Edhe i thot nuk e din ti çka është kjo, largomo, sepse nuk e din ç'është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur e merr vesh më vonë, e din ku ti i thon, ti nuk e din çka është kjo, e largohu. Edhe i tregojnë që kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo shkon edhe mi kërku falë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më thon që unë tash jam e duruar. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja thënë që durimi është në çastin e parë, momentin e parë. Çfarë ka zënë vetë? Do të thënë, momentin e parë duhesh me pas vetdijen. Çush arrihet kjo? Pra e para me caktim, duke besuar në caktimin e Allahut me bindje, e dyta duke e shpresuar shpërblimin që vjen me durim, edhe e treta është fal besimit, pra që besojmë që ka jetë tjetër, që ka shpërblim tek Allahu. E gjitha këto duhet me na ardh për durimi si mekanizëm i aktivizimit të optimizmit, pra shpresës. Një besimtar pra nuk duron duke prit vdekje. O kryu, në tash më karok një fatkeqësi, edhe tash ti mund të më mbyll, të më mshel, do kjo nuk është durim, kjo nuk është sabër. Edhe nëse nuk e thot asnjë fjalë. Durim është me vazhdu jetën, me vazhdu rrugën. Do të thonë nis provë nuk guxon më rrezu, mundet me të ngadalsu, edhe kjo është e natyrshme, se gjithë jemi njerëz, edhe kena nevojë për një kohë për me rimar veten, ama asnjëherë s'bën me leju që me rrezu edhe më mos muqu asnjëherë. Për këtë arsye pra, një besimtar i vetëdijshëm e vazhdon jetën e tij edhe e tregon durimin e tij përgjatë këtij rrugtimi. Pra, dikush për shembull që është i pa punë. Lyp punë, edhe dikur thotë ja mos s'pas ka sen për mua. Kjo nuk është durim. Durim është me vazhdu me lyp punë. Ani nëse ti janë refuzuar 100 kërkesa, ndoshta e 101 ka me ardhur me rezultat pozitiv. E këtë situatë krahasohet me secilën situatë tjetër. Një pikë tjetër, që kam qef me trajtu sot, është edhe ndërshmëria apo sidku apo integriteti. Pra më koni vërtet me Zotin, po më koni vërtet edhe me njerëz. Kjo është një pjesë tjetër që duhet më kon në mënyrë të domosdoshme pjesë e karakterit të një besimtari. Pra, kur e kthyrëm tiparet, çush duhet më koni besimtar? E para them që duhet me pas durim. Pra, çush duket një dikush që është i devotshëm. Çush duket një dikush që është tamam i bindur në Allahun e Madh. E para është që është i duruar. Nuk është njeri i nxituar. Nuk është dikush që vlon e eksplodon për një.
Po domethënë i merr gjanat kadal me maturi edhe me urtësi. E dyta është që është i sinqert edhe ka integritet. Pra nuk lejon që mu kompromentu, mu prish emri i tij, personaliteti i tij për shkak një levërdije të përkohshme apo të shpejtë. Pra për me fitu, zakonisht kur e shkel njëri me sinqeritet, kur e shkel integritetin e tij, pra kur është i pa drejt apo kur janë nis me rrejt, atëherë kur don me marr një të mirë çaty për çaty. Sepse secili e din, secili po mendoj që ka mend kokë, e din që gënjeshtra është e keqe. Gjithashtu e din që është barë e cila i qëndron mbi kokë sepse gjithmonë është me frikën mos po nxan dikush në rreth. Edhe para pra është ai sinqeriteti që duhet me pas me Allahun e Madhun. Pra është ndershmëria e cila është në fjalë edhe besnikëria e cila është në vepër. Ky është një pra tipar i pashmangshëm me pas një karakter të lartë. Një besimtari i vërtet duhet me e njoh veten edhe të tjerët me e njoh si i drejtë edhe i sinqert, apo që është termi origjinal në gjuhën arabe, as-sadiq, pastaj nëse vazhdon me kon gjithmonë i drejtë edhe i sinqert, bëhet as-siddiq. As-siddiq domethënë është dikush që gjatë gjithë kohës, edhe në secilën situatë është i drejtë dhe i vërtet. E padyshim këtu shembulli më i lartë është Abu Bekri as-Siddiq. Pse është Abu Bekr as-Siddiq? Sepse gjithmonë ka i vërtet në fjalën e tij, gjithmonë ka i sinqert në fjalën e tij, edhe ka arrit gradën që ai ka arrit. Pra s'di nëse e kam përmend, po nëse unë përmend unë sigurisht e keni një që nëse matet imani e Abu Bekrit me imanin e krejt neve përveç pejgamberëve. Imani e Abu Bekrit është më i madh se sa imani i njerëzve tjerë përveç pejgamberëve, pastaj për këtë arsye edhe shpërblimi i tij është afër me pejgamber. Në xhenet futet më një herë mas pejgamberëve. Domethënë pejgamber futet në xhenet, pastaj është Abu Bekri, pastaj njerëz tjerë. Sa më e theksu me tjetë këtësitësi, aq më afër je me Abu Bekrin, aq më afër je me pejgambert. Prandaj nuk duhet me marrë si diçka që mirë është me thonë të vërtetën, po ka pak me rejt, ka herë s'ka dert. Domethënë jo, ka dert bile shumë. Se njeriu domethënë janë nisë me një rand të vogël, me një gënjeshtër të vogël, e pastaj vazhdon edhe në këtë formë bëhet për atyre që teprojnë me gënjeshtra, bëhet për atyre që Allahu pastaj nuk i udhëzon më. Thot Allahu në Kur'an, inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që tepron me të këqija dhe është gënjeshtar. Ndërkohë që për ata që janë të sinqert, ata që janë të vërtet, Allahu thot në Kur'an, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allahu thot kjo është dita në të cilën të sinqertëve u sjell dobi sinqeriteti i tyre, atyre takojnë kopshtet në për cilat rrjedhin lumen e ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është fitoria e madhe. Pra, paramendo botën tjetër, për shkak të rënë që i ke kallzu këtu, madje rënë llogaritet edhe kur do me kallzu fore e të rajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mirë për ato që kallzon rana që mi bëhet tjerë me qesh. Pra, këtë janë rana u kanë ndaluar të krejt pejgambert. Të krejt popujt. Kur nuk u kanë rana në histori e lejuar. Për ashtu rastet për cilat e ka përjashtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në parim, tash paramendo botën tjetër, del më u gjyku për Allahut më dhënë, edhe për shkak një dëshira që ke pas me bëti kon me qesh, edhe ke kallzu një ran, apo për shkak që ke dash me kalu sa ma let një situatë, ke dash me të regu të vërtetën, mos me të mundësu me hyjë në xhenet, Allahu na ruaj. Pra, del me u gjyku, edhe kur të sheh regjistrat, matën, veprat, e sheh që për shkak të një rane, por ndon regjistri për me u ndëshku, Allahu na ruaj. Prandaj nuk bën me neglizhu mëkatin e rënës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i përshkruan shenjat e munafikut, thotë ata janë tre, një prej tyre thotë kur flet nuk e thot vërtetën, mirë po gënjen. Kur premton nuk e mban premtimin. Kur i besohet diçka nuk e tradhton. Gjithashtu edhe kur është në polemik me dikon, pra shpërthen. Krejt të kundërtat e karakterit që duhet me pas pra besimtari. Pra nuk doron po shpërthen. Edhe këto të treja kanë bëjnë me sinqeritetin edhe vërtetësinë. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çuçi dim u quajt el-Amin. Pra, u quajt el-Amin, që do thotë besniku i vërtetë, i sinqertë, tek i cili kanë pas besim të gjithë njerëzit. Madje edhe jo besimtarët kanë shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i alën emanetet
që më rujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nuk e kanë besuar që është pejgamber, mirë po nuk kanë dyshuar në sinqeritetin edhe në drejtësinë e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur u shpyet, a mundet më kanë besimtari frikacak? Ka thënë po mundet. A mundet më kanë koprac? Ka thënë po mundet. A mundet me bëu amoralitet? Ka thënë po mundet. A mundet me rrejt? Ka thënë jes mundet. Pra nuk është e paramendueshme për një besimtari që e din që Allah është duke mbikëqyr me rrejt. E tek ne fatkeqësisht rana është bërë, domethënë arsyetim i gatshëm. Pse s'mu përgjigjen telefon, nuk e kom ni. Telefoni ka cingru, ti i ki pa prej asaj anë tu e këshur telefonin, mirë po ka pritu me fol me ty, edhe thot nuk e kom ni. A vjen nesër po takohemi në ora 10. Në ora 10 e pret nuk vjen valla smujtë se më ka dalë në diçka tjetër. E është shtrit kombi në shtëpi. A kryet kjo punë? Kryet, ky smet, kjo është e kryne. Kalojnë javë, kalojnë muj, domethënë, valla s'kom pas ku anë ikni. Madje rana bëhet hala më shëmtuar kur njeri betohet. Ky betim duke rrejt quhet el yamin el ghamus, domethënë betimi fundosës. Quhet kështu për shkak që njeriu në fundos në gjunohe. E gjunohat e fundosin në zjarr, Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mbajeni sinqeritetin apo përmbajeni sinqeritetin, sepse sinqeriteti apo vërtetësia ju çon mirësi, e mirësia ju çon xhenet. Njeriu vazhdon me thonë të vërtetën, derisa Allahu e shkruan si njeri të vërtet. Edhe kundërtën thotë, ruajeni prej gënjeshtrës, sepse gënjeshtra ju çon gabime, thurja apo fisku, pra ju çon në zjarr. E njeriu vazhdon me rrejt derisa shkuet tek Allahu sikurse gënjeshtar. Allahu na ruaj mu shkruan regjistrat sikurse rranc apo gënjeshtar. Pse? Për shkak që kena dash me kalu sa ma lehtë me u nxjerr prej situatave të ndryshme. Për këtë arsye pra është tepër e rëndësishme me rujt integritetin individual. Pra mos me leju që më tu cenu kredibiliteti. Madje në gjeneratet e para të dietarët e hadithit, nëse dikush ka rrejt një herë, veç një herë, edhe mas kësaj, nëse e ka thënë gjithmonë të vërtetën, kur nuk e kam pranuar hadithin. Po u pendu, po tash po falet natën, e ta ditën është të lexu Kur'an shumë mirë, Allahu e fal, Allahu e çon në xhenet, Allahu ja pranoft veprat e mira, mirë po hadithi më nuk i pranohet. Ai në histori shkruhet gënjeshtar. Edhe ka mbet shkruar gënjeshtar. Është një transmetues, s'pe përmendni me emër, domethënë është prej transmetuesve, cilët në anën e jashtme spaku ka treguar që kanë një devotshmëri. Edhe ka pa njerëz që e kanë lënë Kur'anin, nuk janë tu marrë shumë me leximin e Kur'anit. Edhe e kanë nisë me qit hadithe për secilën sure. Kush e lexon Elhamin e ka çka shpërblim. Kush e lexon El-Beqarën e ka çet shpërblim. Kush e lexon Ali Imran e ka çet shpërblim. Për secilën sure të Kur'anit e kanë nisë me qit kanë një vlerë të caktuar. Kur e kanë pa dietarët e hadithit, edhe kanë thënë, "Ky hadith nuk gjendet kurku. Ku i keni për kujt i keni këtë hadith?" I ka thonë, "Unë e kam qit këtë hadith." Ata e kanë shënuar si gënjeshtar. E kanë shënuar si gënjeshtar. Edhe pse kur e kanë pyetur, domethënë pse ke rrejt, ka thonë nuk kum rrejt kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kum rrejt në favor të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se qëllimi im është mirësi njerëz me lezu Kur'an, Allahu na ruaj. Pra, para mendoj nëse në këtë situatë është gënjeshtar. Po dikush që rën për të kundërtën, për me deviju njerëz, për me mashtruar njerëz, për me u marr haku njerëzve, Allahu na ruaj, pra gjunahi vetë sa vjen edhe shumë fishohet. Pjesa tjetër, edhe me këtë dënë me përmbyll, inshallah është apo një pikë tjetër në karakter, ose është edhe një tjetër inshallah dy ti përmendim pak më shpejt, është parulësia apo modestia. Pra njeriu e arrin një lloj të madhështisë së qenie njerëzore, të cilën nuk mundet me arrit në asnjë formë ndryshe, vetëm me modesti dhe me thjeshtësi. Ka njëherë duket kontradiktore. Po na po thonë më kon thjesht, e thjeshtësia të çon në madhështi. Ndërkohë që ai që madhështohet, e madhështon veten, normalisht edhe zakonisht përfundon i poshtëruar. Pra e kundërta me të kundërtën. Na ka përmend një hoxh Allahu e ruaj në Medinë, na pa thënë që ky mendësia e njerit çish është. Edhe na e patur një shembull që mu më ka pëlqyer shumë, apo ja u tregoj edhe juve, është kollaj ndoshta më e majtë. Pa thënë që një njeri duhet gjithmonë me synu, me ul apo me marrë një pozitë më pak se sa që është i madh vetë. E kështu njerëzit kanë me perceptu si të madh. Ndërkohë nëse e merr një pozitë që është më e madhe se sa që është vetë,
atër njerëzit kanë me përçmu edhe kanë me zvoglu. Ka thënë jetë sikur se shembulli i një koltuku apo karike të madhe. Nëse në qatë koltuk që është shumë i madh, ulet një njeri që është i vogël, do të thënë për shkak që ul me një koltuk të madh duket hala më i vogël, duket si fëmijë. Ndërkohë që nëse një njeri i madh ulet me një karike të vogël, për shkak që karika është e vogël, ato e bën hala më të madh. E kjo është domethënë rasti edhe me pozitat e ndryshme. Domethënë s'ka kurfar përgatitje e aspiron me marrë një pozitë tepër të lartë. Për shkak të defekteve të tij që i ka, edhe pozita që është e madhe këto e bën hala më të vogël. Allahu na lut. Besimtari është e kundërta e kësaj. Pra besimtari kërkon kënaqësinë e Allahut madhnom, nuk i interesohet për lavdatat e duartrokitet e njerëzve, edhe mundohet me qenë i thjeshtë. Allahu në Kur'an kur i përshkruan besimtarët thotë: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama." Robërit të gjithë mëshirshmit, pra besimtarët e devotshëm, janë ata që ecën thjesht nëpër tokë, edhe kur të paditur të sulmojnë me fjalë, ata i përgjigjen paqe qoftë. Selam. Do të thonë, si jena të marrna me juve, si jena, s'po na intereson me hym polemika, si jena të dashur me ju kallëzuar që na jena më të mençëm, më të mirë kështu më radh. Do të thonë janë të thjeshtë. Në anën tjetër, Lukmani kur e ka këshilluar birin e vet, pra ato këshillat e Lukmanit për djalin e tij, ndër tjera i ka thënë: "Wala tamshi fil ardi marahan, innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula." Mos ec nëpër tokë me mendjemallësi se ti në të vërtetë nuk mund ta qash tokën e as të arrish lartësinë e maleve. Pra, ku je nis? Ku je nisën ti? Ku je nis? Ku do të shku me këto hapo, me këtë mburje, me këtë gjoks përpara? Çka ti? Do të thonë, fillimi jot është një pikë uji, e fundi jot është një grop në dhe. Do të thonë, çka është e gjithë qenja jote, çka që jemi unë edhe ti. Pra, çush ka mundësi një qenje e tillë, një krijesë e tillë, me dalë edhe me sfidu Allahun na rujt. Me dalë edhe me sfidu rregullat e Allahut, dispozitat e Allahut. Ose hala ma keq, apo njëjtë keq, me pranu Allahun për Zot, edhe pastaj me ndi superioritet edhe madhështi për veten kundrejt secilit njeri. Do të thonë, me një veten që me to s'ka. Allahu na ruaj, do të thonë, kjo është njëra prej gjërave të cilat e pengojnë njeriu me hyrje në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "S'ka me hyrje në xhennet ai që në zemrën e tij ka mendjemallësi, qoftë edhe sa një grimc." Sa është grimca e madhe? Do të thonë grimc. Mezi e sheh me sy. Do të thonë, nëse çaq ke mendjemallësi në zemrën tënde, nuk ke mundësi me hyrje në xhennet. Allahu na ruaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Allahu më ka shpallur se ju duhet të bëheni të përulur, që askush të mos mburret ndaj tjetrit, e askush të mos i bëj padrejsi tjetrit." Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka model i modestisë. Kur i ka shku një prej beduinëve te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është entuziazmu shumë që ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka nisë mu drill prej respektit, prej entuziazmit që është ka pa pejgamberi alaihi salam. Ai ka thënë: "Hawin alik, fa inni lastu bi malikin, inma ana ibnu imra'atin ta'kulu al-qadid." Thotë qetësohu vëlla, unë jam rat. Unë jam biri i një gruaje që ka hungër mish thatë. Qadid është mish i thatë, po atëherë mish i thatë tanatash është pak simboli i një ushqimi të mirë. Po atëherë kon simboli një mishit lanën, se mishit tazë që ai që është premi njerë, që ai kon më i vlefshëm. E kur s'ka pas me prej, e ka lënë di dhe e ka terë dhe e ka hungër dikur ma vonë që ka met. Pra, unë jam dikush, jam një njeri thjesht. Mos i jep zor, mos u trano. Pra, pejgamberi i Zotit, krijesa më e mirë, më i dashur i Allahut, e ka pas kët vlerësim për vete, apo kët çësje për vete. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Kush e ul veten për hir të Allahut, kush është modest për hir të Allahut, Allahu e ngrej atë në grada të larta." Edhe kjo është e dëshmuar, do të thonë, nuk ka për dietarëve të mirëfill që nuk janë modest, që nuk janë thjesht, që kur të rinë me ta, ti mendojnë që jetunet sikurse me do njerëz shumë thjesht. Mirpo, në anën tjetër nuk ka njerëz që janë më të ngritur edhe tek njerëzit, e lërë me tek engjujt, e lërë me tek Allahu i madhum. Prandaj është tepër me rëndësi me e ditë që të formul. Modestia e sjell modestinë e vërtet, ndërkaq arroganca e sjell poshtrimin. E çush me rujt dhe me kultivu modestinë, e para është dija shëndosh fetare, e dyta është me shtu adhurimet sa më shumë, e treta është vedia e përhershme që Zoti na sheh. Duhet me ditë që Zoti po të sheh, Zoti e din kush je. Edhe ti vetë e din për veti, ama Zoti e din kush je. Prandaj mos e
mos e shit veten ma shumë se sa që je, sepse ti e din vetë kush je. Edhe e katërta, gjithmonë do të më kujtu vdekjen. Apo thu unë, po. A mundesh me ja garantu vetit mos me vdek? Jo. Atëherë, në vorë kur të shkon nuk e merr kur gjë, as familjen, as parat, as pamën, as pozitën, as kur gjë tjetër. Do thonë thjesht shkon ti me veprat e tua. Edhe fundi që më përmend si pjesë kryesore e karakterit një besimtare, këta nuk janë të vetme, është qëndrueshmëria në sprova, që ndryshe e quajmë istiqame, pra më koni qëndrueshëm, edhe është thebat, që është palekundshmëria e besimtarit. Pra pak a shumë janë si terme të ngjashme. Do të më koni qëndrueshëm. Pra letë është me thonë veç unë po besoj. Po masi të besosh, do të më koni qëndrueshëm, se kanë me tarë sprovat për me provu besimin tonë dhe vërtetësinë tonë. Letë është me thonë po unë e du xhenetin. Ama do është me tregu thebat, do është me tregu qëndrueshmëri. Kina përmend disa prej pengesave që kena gjatë rrugës, që është shirku i hapur edhe i fshehur, apo presioni shoqëror, pra apo shoqëria e keqe që ty vazhdimisht mundet me të sulmu, që vazhdimisht mundesh me dal në situata të palakmueshme. Ama një besimtar me karakter të fortë, i cili është i duruar, i cili është modest, i cili është i sinqert edhe i vërtet, do të më konë edhe i qëndrueshëm, edhe i fortë në besimin edhe parimet e tij. Nuk duhet më shit parimet në rastin e parë që t'jepet. Tash më falni, po në rregull, shumë mirë më konë namaz, po tash unë jam kyç me një mjedis tjetër, aty është të qysh më këshyrin keq unë më fal. A çka të shpejt e shit e besimin e? Çka lirë ke? Veç sa me hyn në punë tash ti jo se tash unë duhet me kolege, anik në duhet me smundem, domethënë. Çka i shtrendesh për ty xheneti? A çka kollajti e ndrove anëna? A çka që pata? Kur kanë vështirësi e keq ose i bën pak i përmirëson kushtet, Allah e sprovon duke i dhënë të mira, duke i dhënë nimete, duke i dhënë begati, po s'ke çka me u kënaqti me halal, krejt. Unë kam shumë para tash, po kam qef me niknaci tjera. Në çka të shpejt lujt i zemra, çka të shpejt domethënë e ndrove rrugën, çka të shpejt dole prej hartës, që po mendojnë me shenju për hartës besimtarit, çka të shpejt ti deshte me u kënaq me diçka cilën Allah e ka ndalu me mirësitë dhe begatitë që prapë Allahu t'i ka dhënë. Kjo ke vedia jote, pra kjo tregon për mungesën e karakterit, pra për dobësinë e karakterit. Një njeri me karakter të fortë nuk i shet parimet e tij me për shkak të epsheve të dikujt tjetër apo epsheve të tij. Thot Allahu në Kur'an: "Falidhalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum." Andaj ti thirr edhe bëu këmbgulës ashtu siç e urdhëruar edhe mos i ndiq epshet e tyre. Pra këto fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ka thënë qëndroj fort. Mos ndrysho. E kjo e njëjta vlen edhe për neve. Qëndroj fort edhe mos ndrysho, sepse nuk ka diçka që ja vlen me ndru me xhenetin e Allahut të Madh. Kjo është pak a shumë për këtë ders, inshallah në javën tjetër vazhdojmë me dersin tjetër, si zakonisht ju kisha këshilluar që me lexu historinë e Jubit alayhis salam, edhe secila sprovë pastaj ju duket kur gjo hiç raport me sprovat që ka pas Ajubi alayhis salam. Gjithashtu ju kisha këshilluar që kur keni diçka me shit, veçanti kur keni diçka me shit, ose me marrë një punë ose kështu. Edhe ja tregon myshterisë, që ati që pëdhen me bleja, me marrë shërbimin ton apo produktin ton, për shkrimin që ja bon produktit apo mallit ton apo shërbimit që kemi ofru, a kisha pas qef me ta përshkru dikush tyje në qatë formë. Nëse kemi shit një telefon, që ja përshkru në ati? I ri është i pa prekë, ne ti e din që a ki bon me to. Dhe është me edit e kjo të regon sa i sinqert dhe sa i ndershëm. Dhe me thënë të regon që ke nevoj me punu për ndërshmëri. Tjetër është që me i drejtu Allah të lartësuar që me na rujt fenë dhe me na rujt besimin para gjithë shka e tjetër. Me na rujt mirat, me na dhënë të mirat në rregull, po mi të regu Allahut me sinceritet dhe me vendosmëri që për neve ma e shtrenjtë është në besimi. O Zot, mos na sprovon besim. Nëse na sprovon gjëra tjera, Allah na ruaj për sprovën përgjithësi, ama në besim mos na sprovon o Zot. Edhe fundit, nëse dojmë me pa sa jena modest, është një prej matëseve shumë të lehtë, nëse jemi një mjedis ku duket vete që jemi më i miri në atë mes.
Nëse duket vetja që je më i miri në atë mes, edhe ti po don me u tregu modest, që kjo është definicioni i mendjemallësisë. Do të thonë, moment që ti po mendon që je modest, dhe je bindun që unë jam modest, sepse u konë në mu të regu të amon që kom hakun, ta që kallëzojën e ku është vendi jem, ku është pozita. Që kjo është, dhe me thonë, ai definicioni i mendjemallësisë. Se mendjemalli që thotë unë jam mendjemall, kjo ka probleme të për të thella. Po mendjemalli që thotë unë jam modest, se unë e di pozitën tem që kom, po veç për modestisë e kom që s'po kallëzona, dhe me thonë kjo është shenjë shumë e keqe e mendjemallësisë. Allahu na ruaj, na i fal gjunahet. Kjo është e gjitha, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, walhamdulillahi rabbil alamin.